në një dyqan plot e përplot pajisje elektronike, në mënyrë ilegale e pa kupon fiskal, po shiten receiver që premtohet se kanë 450 kanale. Në mesin e këtyre kanaleve, reklama e pajisjes fokusohet tek fakti që përmban 2 kanalet e Big Brother VIP Kosova. Ekipi Kicks Kosovës i kamufluar si qytetar, bleu pajisjen për 35 euro e nuk ju dha as kupon fiskal. Kështu gazetarja merr edhe njëherë rrugën për në dyqan për të ballafaquar pronarin me veprimtarinë e tij ilegale. Me të njoftuar pse jemi aty dhe cilat rregulla po shkel, pronari i dyqanit Digital Computers në Gjakov fillon të shfaqsohet duke thënë se nuk e kishte ditur se shitja e këtij receveri bashkë me kanalet qëndron konfront me ligjin. Për që të pakon që përshitet, në cilën përshiten edhe kanalet, po shiten dhe kanalet e Big Brother, Klan Kosova, në ndërkohë që nuk kanë marrëveshje me ta. A dini që është ilegale? Jo, përveç fjalë, kanale është free gjithka. Apo për me i pas si kanalet e Big Brotherit, Klan Kosova dhe gjithçka dush me pas marrëveshje të nënshkruar dhe gjithçka tjetër me klanin, me Artmotion. Me instalu mu këto kanalet në kërkajqa. Domethënë Alpa, jo. Po nuk mundeni me qit kanalet e Big Brother pa pas marrëveshje me ta. Okej, na fal. Se na, kjo është aplikacion free, nuk është që na instalojë. Çfarë funksionana? Mund të shumë tregu? Veç në Google, al kanale trak downloadohet që shka kin ta. Google, veç ku al kanalet. Çikaç. Se më thon na që ta, veçin al kanalet shuje e downloadon e instalon edhe në rregull është. Por ju po thoni që nuk e keni ditë që ne këtu bëu diçka ilegale? Jo, për zotin. Jo, po al kanalet e tani kanë nëpër shtëpia, jo veç na. Ai ka kupton shumë kush vjen e merr që ta instalon vet al kanalet edhe vazhdon me procedurën e punës. Me çfarë kohë shitni këtu? 2-3 javë, 4 javë. Prej se ja ka fillu Big Brother? Ja. Alp kanalet funksionon më tepër, apo kupton çdo vini blen shumë shpesh njerëzit instalojmë alp kanalet. Çkaç? Apo i blen tash më shumë për Big Brother? Pasha zotën, s'moj më thonë që blen më shumë, të zakonisht blejnë. A ka shumë shitja? Jo, s'ka shumë shitje. Ama blen, me blen, apo kupton? Tash për shembull kjo është produkt që shitet se ki YouTube-en, zakonisht e marrin për fëmijë YouTube-en. Shumë kush e instalon që apo dhe e instalon alp kanalet ose aplikacion vëlla. Po nuk guxon me shit kanalet e Big Brother përderisa në Artmotion ti pagun ekstra për me i pas ato kanale. Për klanin ti duhet me pas marrëveshje, secili operator që shpërndan kanale televizive pagun ekstra dhe ka një marrëveshje të shkruar me ta. Mi shit produktet, po klientat alp kanalet kuptoni sa. Është program, të kallëzoj sinqerisht, që njohin shumë njerëz. Jo na, po njohin shumë. Për veprimtarinë e tij ilegale, ai ja gjuan topin magazinës ku thotë se i merr këto pajisje. Dhe këto produktet ku i merr këtë produktin? Çfarë produkte ku i marr? Çito, ku e merr? Furnitori. Te furnitori. Pastaj e rregullonte. Jo, për jo vjen të instalon komplet me aplikacione, në shembull i thoni se çova po me al kanalet, instalon me al kanalet i bën. Ku i merr? Në magazinier i bën. Ku është ai magazinier? Është në vend vetën në Prishtinë. Pazar, po. Pazar. Po. Okej. Duke potencuar vazhdimisht që nuk kishte në dijeni që po bën vjedhje të kontentit, Gjakovari kërkon sugjerime se çka të veproj. Shka me bo, tash kallëzëm ti mu shka me bo. Unë po tregoj shumë mirë, për ti me i transmetu në këto recevera kanalet e Big Brother, ti duhesh me pas marrëveshje me ta dhe pagun shumën. Qysh mundet me pagu IPCO për shembull? Pastaj çajo shumë, kur klientat e dojnë kanalet Big Brother ta paguajnë ekstra, për që ta ndodhosht punë zinxhirore. Po çore tash. Edhe nuk mundesh në mënyrë ilegale. Kjo është pirateri. Edhe transmetimi i kanalit Klan Kosovës këtë rast, po dhe kanaleve të tjera. Domethënë ata kanë secili operator i kanaleve televizive që i transmeton ato ilegalisht përballet me pasojat. Njëjtë edhe në këtë rast to recevera që po i shitni jo. Unë jam treguar që e keni Klan Kosovën, i keni këtë kanalet të shqip, tashmë edhe Big Brother, pidina që është sensacion dhe për këto edhe i keni bërë reklam kuve të fundit që më ushik këto më shumë. Atja bojmë na delete edhe më mes mira me këtë punë? Bojni delete. Po premtoni që i bëni delete, a? Po më pse jo, pse shaka lidhje kjo për ne. Kem produkte tjera sa dush, sa është një të lashe e punë. Edhe si mi të varën për kësaj me një farë forme. Okej. Po na si produkt, a mi shit më qëta?
Ti din që është ilegale me shit. Një produktin jam të shit, jo programin, produktin. Për produkti pa programin nuk shitet. Po është i blen për YouTube, unë të kallzova. Shumica blen. Jo këtë qytetarë di me i ble vet. Për që ta vinë të jo dhe paguin 35 euro, paguin 35 euro për me e marrë të gatshme, se nëse këshin ditë ata me e marrë vetë pa pare, këshin marrë shumë thjesht. 90% e instalojnë pa pare. Pasi ekipit të Kiks Kosovës i premtoi se do fshinte kanalet dhe nuk do i shiste më. Ky biznes kishte fshirë nga platformat e tij online edhe videot ku reklamonte këtë Smartbox. I pyetur nga gazetarja se pse nuk lëshon kupon fiskal, ai përgjigjet se është thjesht një gabim i punëtores. Se nuk lëshohet kupon fiskal për çfarë? Se në habit të punëtorës. Jo, e pyeta. Alshani tha nuk lëshojmë. Jo, po patjetër. Nëse është një habit në san prokurorit. Jo, s'ka faj punëtore në këtë rast. Tash ky lokal ose lëshon ose nuk lëshon. Jo, me që ja kërkoj, ajo ma kish lëshu se nuk ka kur gjë përfitim, mos me ma lëshu mu kuponin fiskal. Patjetër që jo, marr që më një ata. Po çfarë vërteton ti pa që lëshon një kupon fiskal për çfarë? Që më ndonjëherë, ama. Ekipi i Kiks Kosovës priti rreth 10 minuta që ai të përgatiste kuponin fiskal, mirë po Kriçka mori në fund që një fletë e bardhë e cila tregonte se i kishte skaduar abonimi për të kryer një shërbim të tillë.